Sa molle. Përshëndetje, a jeni mirë tonë? Lavdit, e kohëve, qashki, e përshëndetje, e kohë shumë, Një shumë të sa molle. Familje, përshëndetje për gjithë. Shqipe, bravo. Ake mujë familja i një tjetë mirë. Gandit jemi që i kujtojmë shatë, të nderuara familjet dëshmorëve që i nderojmë sot, Enverit, Enver Halilaj, të Orhanit, Orhan Halilaj, bashkëtorët tonë, Tartonit, Anton Hasanaj, Gjërasanve, të Arben Ahmetaj, Arben Davit, të Naim Limanaj, edhe Halil Shefijaj. Ka të bashkëtorëve me cilë edhe e fillu, edhe vazhdu në ditën e rënjes së tyre. Edhe kjo ditë, si kurse ditë tjera ku kujtojmë brend për liri, në obligon me u kthy prapa në kohë, edhe me pak fjalë me ndërru jetën, luftën, edhe rënien heroike të bashkëtarëve që i kujtojmë sot. Lufta në këtë periudhë, në këtë kohë, në ditën e shotit, në ngusht, 98, ka qenë shumë intenzive. Ka ndodhur në shumë fronte. Një ditë ma herët, një nik ranë bashkëtarë Zot, Bekim Berisha, Beja, Vedi Shala, Elton Zherka, Përmet Vula, e shumë tjerë. Po ashtu, ditë ma herët e kujtuam këto Sokol Shefijaj. Dhe njëkohësisht në këtë ditë, edhe në shumë vende tjera, pa nesër, pas nesër, ka pas luftime edhe ka pas humbje në ratë tona. Në Req, e gjitha vijat e luftës. Po, si erdheri te kjo ditë edhe si shkoj kjo ditë e sotit, ndoshta shpjegimi më i mirë është mi u tregu se rritja jonë, rritja UÇK-s, në zonë e Dugajit kishë mëri për masa, me u zgjeru si zonë e lirë, kishë mëri kapacitet veprues luftarak me rrezikuar mikun, edhe kishë ardha jo përballja e madhe. Njihet edhe si ofenziva e gushtit nga armiku, ndaj nesh, po kjo ofenzivë erdhi për shkak edhe rezultat i luftës të luftëtarëve të UÇK-s, bashkëtarëve tonë, tyne që i kujtojmë sot e plot tjerë.
Se sa të gjatë, edhe nësë të pojë këtu. Në qive kështë në Ja, je shkode. Ja, më shkide, je shkode. Ishtë është të fmini, e? Më boni a i në një? Ma në bje që për veshë? Bravo. Një mirë, apo gjore që më shkari e një si e gjore. Një fima gjore. Bravo. Nuk gëroshe. Në shumica fati që thotë se këtë një njohë ty, po këtë nga Borxhamis, to ka qenë edhe shtabi fillimisht dhe ke bota asysh me bëjt tokë, për me kujtu luftën edhe sakrificën në ushtrisë shërimtarë të Kosovës. Pa ty s'kishë mujtë marrë këto dhe këtë liri që e ke marrë sashtu, edhe kishë aftu për marrë me zvolimit lakës, ty si komandant edhe aktarë të shtapit, të vështë Bajam Daci edhe Kotës. I rridera. Faleminderit. Familjar dëshmorëve, e të martirëve, të zhniqit, bashkëftar gjallë, i nderuar imam, hoqë, kryetar, e gjithë ju prezent, Bajram e bashkëftar të asaj kohë, brez i asaj kohë, shati e zhniq edhe nga intensiteti i luftës, por edhe për nga sakrifica, është vërtet një themeli i luftës sonë. Edhe është ndryshe thonë vendi i parë që e mura seriozisht luftën pas zhvillime me 24 mars. Unë kam pas nderin të jem këtu me ju, mund këtë vend, sot. Të rreshtohemi për herë të parë, ta fillojmë së bashku atë që vërtet ishte një luftë e vështirë, shumë e vështirë, shumë e dhimbshme. I kujtoj me respekt sot bashkëluftarët tonë, edhe martirët edhe të gjitha ato vujtjet popullit tonë. E thash edhe një rast tjetër, po e vërtet që kemi shumë punë në Kosovë, duhet bëjmë shumë angazhim për vendin tonë që të jetojnë njerëz tonë këtu, që rinia mos ta lëshon Kosovën. Gëzohemi kur na vinë vllazit e motra tona nga Mërgata, po dëshirojmë të jemi bashkë gjithë. Mirë po i thash Avdyrit më herët kur biseduam pak se aty po i bën angazhim i vazhdueshëm që jam rinjas, sikur edhe ju tjerëve kur i kujtoni e nderoni trend për liri, luftën, edhe i nderoni gjallë, se nuk po bin granata mo. Ju e dini çfarë lufte ka qenë, çfarë shkatrimi, sa sulme, trona të vështira kemë përballuar gjithë bashkë, i përjetshëm kujtimi për tron, për liri e bashkë me nder. Nimet gushti ka qenë për mu edhe krenari, po edhe ishte një humbje shumë madhe për ramjen e Armenlamit. Kemi qenë bashkë me Shkëllëzen Haradinin në Glezhan. Edhe imi ardhë me Shkëllëzenin të i bisedue imi ardhë të ura e Dodaj këtu. Edhe pikrisht sulmi ka qenë i Armenlamit. Si imi ardhë aty ka thonë, tha, se më theke dhonër a i muhe, tha, dhonër, tha, atë qohëm, tha, ta marrë me aksion. Pash nërë me tapim ka cigare, thash se kështu, thash edhe, ka kohë. Imi ardhë me hunë, kem bim me Shkëllëzin atë cigare, edhe imi quë. Imi quë, kem qenë, unë e Shkëllëzeni mi da në grupe, unë e Shkëllëzeni bashkë, Armeni ka qenë me Agron Haradinin, e ka marrë këtë pozicion, edhe ka qenë më stojin haktar se ka pasë të tjerë, ka qenë Arton Mani edhe Sadedin Shehu. Jenë da ju ka një këtë pjesë për fundi këtu.
Unë e Shkëllëzeni kemi qenë këtë pjesën këtu, agroni me Arbenin e ardhë nenaj, kemi zhvillu luftime dikon rreth 2 orësh. 2 orësh qash kanë pas granatime, kanë pas sulme të maja, po edhe na kemi sulmu tash kuptohet ajo, ai sulmi janë ka qenë shumë i madh. Edhe pas 2 orësh, pikat shkurta, imi të rhek, mi shku ardhë agroni Radini, po thot, tha, kështu, tha, na ka vra Arbeni. Edhe mi të rhek, mi shku atje. Po ishte pak rampë, krejt ishim të mërzitur për ta. Edhe pak une shkova aty, ku shkova, pjesa Ramushit tash komandant, është du më shku mi këqjet familjen. Jo, tha, ki ma kry hëdaj dëtyrë. Shuna komandant, tha, ki me shku, tha, ma marë, tha, Arbenin se i shmet e këtu. Tha, i ki e dzit, tha, i ki të pushu, tha, ki me shku me ma tërhek Arbenin edhe Enver Hasani. Hasani ta kryje. Edhe me quaj kemi tërhek e ardhë Togeri, unë e Shkëllëzeni, edhe mi ardhë kemi tërhek ta. Edhe kemi shku e kemi vorros në Lomardhën. E ka pas, më duket 1 orë, 1 onazë edhe 100 euro. Atëherë ka qenë orë ka qenë marka, në vërtet, marka ka qenë. Edhe ja kom vona misë, vlau, tinaj, e kemi vorros, edhe nesëmën e kemi marrë edhe Enverin. Ka qenë Avnia. Avnia ka qenë, edhe ja kom dërguë, ja kom dhonë. Edhe ato 100 euro, edhe unazën, ka pasaj unazë. Tarit, edhe e kemi marrë ato drasa vetaj. Ba ishin edhe të atjetë, atë do bashkë fshatarët, jo marrët të do na kanë nimu për me varros. Kështu që për neve ka qenë një humbje shumë madhe, për një djallë të fort, djallë pa thyshëm. Ai gjithmonë ka pas qef vetëm aksione marrë. Qu edhe, ka qenë shumë i pathyshëm. Gjithë tranëve lavdi u qoftë, se falë gjakut tyre, falë sakrifisës të bashkëleftarëve, sa dhe kemi këtë gjëri. Të Enverit, nesërmen, se të tregoj drejtën pak edhe ishë mbramje, po ishim pa sigurt. Se shkak të ishim humbje, se ishin forcat maja këtu njerëzish. Edhe të nesërmen ne kemi të rek edhe Enverin edhe Orhanin. Dytë zbarku edhe kemi varros. Kisha me shtue gjithë ata që po na fynë. Po na fynë një luftë që ka bo që keja, as Skënderbej, as kije Shabapallush, as nuk kije se kemi qenë pathyshëm. Vile falë gjakut tyre dëshmorëve, falë sakrificës bashkëleftarëve, sa dhe kemi këtë liri. Unë besoj që na kanë lakmi gjithë ata që po na fynë. Arben Lami ndryshe është quajtur edhe Arben Gulinovi, sepse është shku çdo aksion me Gulinov edhe ka marrë pjesë, edhe dëshira e tij ka qenë gjithmonë që vetëm të sulmoj. Ka qenë i pandalshëm. Domthon ai ka sakrifikuar në çfarë do mënyre, veç dëshira e tij ka qenë veç çysh me sulmu me Gulinov edhe me tana armë tjera. Lavdi i qoftë edhe një herë atij e gjithë dëshmorëve tranë. Me thonë drejtën tash ditën e 11 gushtit ka qenë ditë e zgjënume. Vija pronë ka qenë pej Hereqit deri në Strelc. Unë du më nalë pak ma shumë me qenë si jemi te objekti shkollës në Glazan, du më nalë në këtë mazdite kur kemi ardhë me 5 bashkëleftarë në përforcim të 5 djemve nga Glazani që janë konë vendosën në këtë objekt. Ka pas edhe pozicione tjera ku në 12 pikështat që në hymje të shkollës atje, ku ka qenë Shkëllëzen Haradinaj veti dyti, ata dy tjerë nuk e di kush kanë qenë. Na kemi ardhë në pozicion të shkolla këtu, tu në shkollin konë 4 djemë për i Glazanit. Ata kanë qenë Enver
Halilaj, Orhan Halilaj, Bashkim Arifaj edhe Jeton Halilaj. Na kemi ardhur në përforcim do të thotë 5 pjesëtarë të njësisë speciale Shqipërisë të Zeza në krye me komandantin Idris Balën. Idris Bala ka qenë 1, ka qenë Sami Hisen Lokaj 2, ka qenë Jashar Zogaj i Turjaks Malishevës 3, ka qenë Isuf Osmani pej Piskote Gjakov 4 edhe kam qenë une Taf Qeku i Rëznes. Edhe kur kemi ardhur fillimisht i kemi pa pozicionet këtu kanë qenë pozicionet pej fundit shkollës atje edhe mas shkolle kanë qenë instikomet të thellume që që kemi pas në atë kohë. Edhe ne jemi dalë në vijë zjarrit e kemi mbulu atë vijën e zjarrit për rreth 100 metra, që forcat armike, shkijet kanë qenë shumë afër, na i thëshim këtu shtëpia e Daut Lushit. Aty janë konë 2 automjetet tenka ose autoblinda, janë konë pozicionuar aty. Na kemi hap vijën e zjarrit me mortaja, me top, enveri me top, ka gjujt pe oborrit shkollës këtu. Na kemi gjujt me mortaja edhe me armë në pozicionet shkive, ku mas një kohë, mas një ore luftimesh, na vishim pej rova, vishim në objekt shkollës këtu, edhe e kem gjetë mesin e shkollës, për punë që ka qenë shkolla me plak, me ploq, edhe ka pas 3-4 mure për parën, që mes me mujtë me dëpërtue predhat. As pej kulmit, as pej mure kështu. Menja janë që ashtu ka qenë. Edhe mërshim municion, i moshim municion, edhe pishim ujë, se kem pas ujë me veti. Edhe ndërkohë, apet delshim e hapshim vijën e zjarrit, që me të regu armiki si këtu, është vija frontale, edhe ku ka pas zjarr kohë pas kohë. Edhe nuk ka mujt me dëpërtu armiki mu në këtë thellësi. Herën e dytë, kur jemi kthy pej istikomëv, jemi vendosur në objekt të, se të bishim mina hellësat, se zakonisht të konë kur ka pas rezistencë, ai vend të sulmojke me mina hellës edhe me artilleri të rondë, edhe pej tenke, edhe pej baza që i kanë pas në biteshe, në pod kështonjve, në rek keqe dikune, edhe gjujshin këtë vend. Tash kur granatëshin shumë, na zgjedhën vendin me hinje në objekt shkollës nër ploq, edhe e gjetëm mesin e shkollës. Edhe aty jem konë në pozicion, mendja jonë ka qenë si kishe jemi të sigurt këtu. Edhe në atë moment ka ndodhë një shpërthim, që unë masane e kom marrë vesh, një shpërthim mranda në shkollë, edhe mu më ka hu vedia, kur më ka ardhë vedia, masanej e kom vrejt që 2 vetë jenë të vramë, edhe i kom pa, mas i më ka ardhë vedia, i kom pa ata 2 dekun, kom kësyrë tjerë të shokë, nuk ka i në konë 2-3 arme, unë e kom ardhë një arme me veti, e i kom pa 2 njerëz të vdekun, që unë masanej e kom mësu kushin konë ata. Një unë ka qenë i dëmtum në gjykse për pjetë, po thuj se kreqë. Tjetëri ka qenë në kokë, i dëmtum, edhe s'ka mujt mi ditën e se të pluhni i shkollës, gjaki, edhe nuk i mujt me diti se kush janë ata. Edhe kom kësyrën për rreth, është dikush, kom thirë me zonë, është dikush i gjallë, s'kom një. Edhe këta shok ne kem pas si mision për të vdekun mos me rreziku. Ndërsa ata tjerët, bashkim Arifaj, Jeton Halilaj, Idris Balaj, Sami Lokaj, Jashar Zogaj, Isuf Osmani, të gjithë kanë qenë plagosën, po me vetdije. Edhe ata duke ndihmu njëri tjetrin, janë tërhek, edhe janë tërhek për në vend më të sigurt. Edhe i kanë lënë në vend ngjarjes, i kanë lënë 3 vetë dekun. Se mu më kishë pa mbulue muri, edhe i koni shtrem për tokë. Kur ka ardhë vetdia, e kom pasi këtu pas ka ndodhë një shpërthim. I shkon gjaki të im rrjedh, edhe i kom largu do betona, do bloka pej shpine, jem që i kom pa ata 2 vetë, vdekun, nuk kom ditë kush jenë konë, e jem tërhek zhag, kom bo rrëth 2 ore mu tërhek me shku deri në fshatin Vëllazan, deri në qendër atje. Kjo ka qenë një ditë bukur e përgjakshme, jo vetëm këtu,
po ka qenë edhe ditë e 2 përpara që na kanë vrarë rreth 16 luftari në vrarë për ato 3 ditë. Janë plagos, ndoshta 70, çka kam unë informata, rreth 76 vjet janë plagos në atë kohë. Pothuaj se krejt kjo zonë ose krejt luftëtarët që ishim atëherë nuk ishim numër të madh, luftarë është fjala nëpër betejë, pothuaj se ndoshta gjysa u vranë edhe u plagosën. Edhe me do mos o dash mu të kur kjo vije frontit edhe më shkue në periferi të Jashtë ose në Ratish, kur kanë thonë ata. Na me mina hedhsa ishim të mësum, edhe dishim edhe qysh mi rujt, edhe qysh mu pozicionu për tyne. Po këtu ka ndodhur një shpërthim, një predh, që masane e kemi mësu, ka qenë shpuse. Ka shpu një muri, ka shpërthy, ka shpu dhe një muri, ka shpërthy. Këtu janë konë 3 mure për para neve, janë konë derisa ka depërtuar në mes shkollë predha. Edhe kjo jep me kuptu se ka qenë, armiki ka pas lloj-lloj artillerie, ka qenë një predh shpuse. Tash unë kisha marrë plagë të rënda, edhe për mu i shkap lajmi se jam i vdekun unë, Enveri edhe Erhani. Në mbrëmje, njerëzit në kull të Izberisht, është takue Ramushi me bashkëluftar. Edhe i ka marrë Ramushi majke shënim në liber. Edhe të shënu të vdekurit edhe të plagosurit. Edhe e merë në shënim emrin e Erhanit, emrin e Enverit, edhe emrin tim, si jem vdekun, jem jetë në shkollë. Edhe aty kanë pas një mos marrëveshje disa bashkëluftarë, se pse me jetë trupi i të vdekur atje. Ramushi i premton si sonte natën ose nesën me në mëngjes, unë pa i tërhek ata në këllon. Po duhet mu ripozicionu, mu i trajtu ata të plagosit që e në metë, edhe të unë e di si të nesën në mëngjes hershëm, Ramushi e ka urdhënue shkëlzen Haradina, i shkëlzeni me 2-3 vetë, kanë ardhur dhe kanë tërhek trupat e Enverit edhe Erhanit. Thonë që mas 2 dite e kanë marrë vesh se edhe unë jam gjallë, nuk jemi vdekun, po jam gjallë. Me thonë drejtën sinqerisht, unë në atë moment jam konë të fol me Orhan Halilaj. Fati i janë që jemi pështu në gjallë, ka qenë se ne jemi konë ullën. Ndërsa Enveri edhe Orhani kanë qenë për balë neve, ne jemi konë formën e sofrës, ullën. Unë jemi konë të mush municion, gjithë cilë të mush municion në karikatër. Edhe jemi konë të komuniku se kom pasë raporte me Orhanin, se kem qenë si gjenerat, edhe të Orhani ka qenë i djallë shumë i buzëqeshën, shumë i disponum, shumë, edhe na i përdojshim ato humorët tona, veç e di se kur nuk arrej si jemi konë të komuniku me Orhan Halilaj. Edhe mu nuk e dim ka hu vedia. Edhe fati i atyne që ata e në vram, edhe ne jemi gjallë, ne jemi konë ullën, ata kanë qenë komë. Edhe të shi masanej, që e kom ditën se Orhani ka qenë edhe 7 gjatë, maj gjatë se une. Edhe në komë, edhe dëmtue në gjyks e përpjet. Enveri ka qenë ma 7 shkurt, edhe dëmtue në qaf e përpjet. Edhe të shi e kom marrëne, për balë ata, 2 kanë qenë për balë meje, edhe unë im konë me shpinë për tyne. Unë i plagë të kom pas në qaf edhe në kokë. Që që kem, se masanejtë që kom pas kohën e mes, me dikun për mi një gjësore kom qenë pa vedi une. Në quam Gani Ukaj, kom qenë komandant në vijën e frontit të Shaftetit, emëruar nga komandanti i zonës operative të Dugazhinit, zoti Ramush Haradinaj. Në atë periudhë më kthen mas për ditën e sotme betejat e cila ka qenë një ndër betejat më të përgjakshme, cila insistonin me çdo kusht të hinë në Glozan që ta morën shtabin e Glozanit. Ajo ditë ka qenë fillimisht betejë o zhvilluar në Shaptej, gradualisht duke e parë sepse vijat tjera të frontit ishin të sulmuar ditë me parë, ndërsa fokusi kryesor ishte përsenduar në Shaptej që të merret edhe ajo pikë dhe të futen në Glozan. Për shkak të plagosave edhe shumë persona që vdesin në beteja tjera, dëshmorë dhe herojë të sotëm, fokusi ka qenë në Shaptej. Atë ditë ma kujton pika ma kritike ka qenë kur ne ishim me komandantin Ramush Haradinaj duke e mbrojtur që të mos hynë në rrugës kryesore. Dhe ishim të përqendruar në kanalin në mes, kur tonkset të cilat u kthyn mbrapsht,
u votën nga pika e shkollës, ku ishin të vendosur Golino dhe topi me pjestar të zonës operative, sidomos djemë të Glozonit, ku ishin komandantët më kryesor, që kishin ardhur si ka ardhur Dauti, Bujari, Enveri, edhe pse kishin plagë të rënda, si prap u përqendru në atë pikë që mos ta lëshojmë asnjë kusht. Kështu që në ato momente kur sulmun me tankë me gjitha mjetet, o tankë i cili mor pozicion ka shkolla e Glozonit e goditi, me rast në u vra Enveri Orhoni dhe u plagosën Togir dhe gjithsa pjesëtar tjerë. Me pamje e kemi pa goditje kur u bën me tankë, edhe Ramushi ka pa, ndërsa vrasja e Orhonit edhe Enverit na u ka komuniku me vonë, kur është vrarë edhe Artoni Naimi, dhe në plagos Ardioni dhe disa pjesëtar tjerë. Në ato momente ka një pjesëtar dhe e kanë njoftuar komandant që i kemi 4 pjesëtar të vramë, Enverin, Orhonin, Naimin edhe Artonin, kështu që në ato momente komandant Ramushi më ka thonë që më shku me kontrollu shtabin dhe me u ripozicionu në pozita tjera luftarake. Kështu se për komandant Ramushi ka qenë shumë e vështirë ai moment kur ka marrë, sepse i kishte krejt djemë të Glozonit të pozicionuar gjitha vijat. Kështu që për neve ka qenë një humbje shumë e madhe, për mua është dita me e rëndë për me përjetuar, sepse kjo humbje e këtyne bashkëluftëtarë ka qenë e rëndë për ta përjetuar. Ka vazhduar betejë me tutje, kështu që jemi pozicionuar të me pozita të luftarake, kemi ardhur deri në Erznis dhe kemi vazhduar në evakuimin e popullatës, duke i mbrojtur që mos bëhen dome më të mëdha ose vrasjet e pjesëtarëve. Luftimet kanë vazhduar deri në mbrëmje, kështu që ajo ditë ka qenë dita e sodit e kujtuar për vrasjen e atyne djemve më të mirë për mua, sepse i kishim pjesëtarët më të zotë, pjesëtarët të cilët asnjë vit frontit se kanë lënë për mara, përderisa kanë qenë të gjallë. Më kujtohet Enveri, Orhoni, gjithë Naimi dhe sidomos Enveri e Artoni kanë qenë edhe në Shapti ditë më parë, sepse o konë vija frontit dhe vishin për forcimin atë vit frontit. Dhe përja se vija shkoshin edhe vija tjerë, po mirë, po Enveri për mu ka qenë një person që më ka dhonë, motim ka dhonë njëri për të mbajt vijën e frontit, sepse ka pas njëri profesionale, ka kryot detyrë dhe ma heret si polic. Kështu që une kom kalue ditë më të mirat me ta edhe jenë konë djemë më të zotë. Me qenë se beteja ka vazhdue, ma tutje në orët e vona jemi pozicionuar prap në Glozan dhe me komandën e Shkëllxhen Haradinit, general Shkëllxhen Haradinaj, kemi vazhduar që të mos binë pozicionet e Glozanit. Deri të nesëmen. Dhe jemi koordinu me Ramushin se çfarë lëvizje të bojme. Prap kemi vazhduar të pozicionimin dhe jemi vendosur në Erznis. Dhe ma tutje, komandant Ramushi ka vazhdu me urën atjerë ditën e nesërme. Mirë, po kjo ditë e sodit ka qenë sepse të gjithë pjesëtarët cilët kanë qenë për vijat frontit, edhe për forcimin që kanë orë nga vijat tjera që ronë, për të mbajtur në Glozonin deri sa të tërheqim të plagosur dhe të marrim kufomat e bashkëluftëtarëve tonë. Sepse ishte betejë e krahazueshme në krahazim me betejat e mëhershme. Në këtë betejë është e veçantë sepse jemi detyruar që gjatë orëve të mbrëmjes komandant Ramushi të organizon të merr trupat e tyre me shumë mund dhe sakrificë, duke rrezikuar edhe jetën e vet. Po ashtu edhe komandant Dauti ishte plagosur, komandant Bujari, ishin djemë të më të zotë Glozonit plagosur rënd në spitalin e Erznisit. Dhe kjo na bënte që ne të pozicionohem edhe të lëvizim pozicion për arsye që të mbronim sa ma me sukses të plagosur dhe të marrim kufomat e plagosura, e të vdekurve. Asa ne jemi krenar, ne jemi emocionum, ne jemi i vetmum. Për mua nuk është interesante as vazhdimi i jetës, sepse i kishim për qef, i kishim persona që na kishin dhënë motive për me vazhdu luftën, edhe na mungohen në liri sodit që si kemi, sepse kanë qenë pa zaventësueshëm. Kanë qenë djemt ma të fortë të betejave, të cilat çdo betejë që ka lëvizur na për Dugazin kanë marrë pjesë. Duke marrë përfshirje me Shaptej, me Gramacel, me Baballac, me Prilep, me Gramacel, me pjesën e Lux, Lodz. Asnjë betejë nuk është zhvilluar në për rrafsh Dugazin që s'kanë marrë pjesë këta djemë Glozonit.
Dhe kjo është mungesa jonë, mirë po jeta ishte tillë që ne të vazhdojmë, të jetojmë ata lavdi e përjetshme qoftë kujtimi për ta. Na mungojnë shumë. Ta gjithë kush e din me vladin qërë. Së më kona më kërë në rënu heq mas ti. Pa vëllaj më i njën, pa më kujtojt, pa. Së më ka dhënë që ti më shku heq. Njëna ishë kiamet më konë gjallë. Një mëjna si jem krejnare. Se konë luftë, met në luftë. Pa ishë zërë kiamet. Për në unë kiamet. Kënë kësha pas qef me folë, pës mas qëtë goja me folë sanë për ta. Pa me vladë, tash gjithë kush e di qka është e vladi. Kur qepin s'më nga qartë. E qaj e djallë si s'ta qartë qepin. S'ma qartin kur një. Po, të gjithë kush e kesh që i kishtë ato në qytë. Tash e këqyri në shëret aty. Me shdit në mbëllë. Zoti shala dindu gjithë kush. Me vladë që kesh ma hi. A ditë ka qenë 11 gushti 98, do të ka qenë njëtë si kur sot ditë e martë. Kam pasë ndërimin të marrim, do të përpara ka qenë ka 4 persona ke marrë të uqerkes të mbrojmë frontit, unë pikën e frontit. Mirë po disa ditë përpara ke ndryshu, edhe pa të mbo 12 vetë, 24 orë që ta mbojmë pikën e frontit. Edhe kemi ardhë në atë ditë në mëngjes, edhe përmendru grupin tjetër. Mirë po kur ke marrë një kushëri, një drejtoni Idrizaj, mu afru afer dhe më tha, Idriz që forcat serbe sonte kanë afru deri afer këto. Kështu që ju lutëm të keni kujdesin deri në maksimum sot pritet një luftim më të ashpra. Edhe kështu që pas pak minutave kanë nisë granatimet dhe luftimet me forcat serbe, ne kemi qenë këtu pikat këtu, edhe atje lartë kanë qenë pika tjera. Edhe na ishim një numër shumë i vogël, kështu që derisa të vinë përforcimet, kemi bërë disa ndrime që vinë pika tjera ma poshtë, sepse ishim shumë pak ishim për luftime. Edhe pas një gjysmë orë kanë ardhur forcat nga Kodralia dhe nga Irzniqi. Edhe jemi vendosur në pika tjera ka poshtë. Edhe dëshmori Naser Idriza ka qenë afër meje. Edhe pas një kohë luftimet ashpra ishte në pyetje si armatimin e kishim, si të them, të limituar, jo armatim shumë kështu që kemi. Ne kemi pas një armë sa në atë kohë Petica. Edhe rënë pyetje Peticën, kush do ta marr Peticën, Naseri tha që unë do ta marr, unë tha marr tha Peticën, edhe ka pas një armë vetën dhe më ka dhuruar armën e tij na mua, ishte një armë automatike që ma dhuroi, më tha Idris, tha këtë armë, tha të lutem, tha mund ta marrish, tha vetëm tha që nëse vjen puna të tërhiqem, tha mos të më jep taktosa të ma çosh atë shtëpia. Edhe një bashkëdhetar që ishte këtu, Njazi Pepa i më afër dhe më tha Idris, tha ka mundësi tha të më japësh këtë armë mua, thash po, thash është të Naserit, merr armën edhe ta dërgosh te shtëpia. Kështu që e mori armën e Naserit. Edhe do të thotë, e tërë dita ka shku me disa luftime shumë të ashpra me forcat serbe. Do të thotë, kështu të thonë, erdhe përforcimin nga Irzniqi, erdhe Ismet Haskaj, është invalid me profesorin Ram Qekaj. Ishte kohë shumë nxehtë, kështu që është sot, kështu ka qenë koha e njëjtë. Edhe tha si e keni punën, thash mirë, thash kem punën, po jo mirë. Kishte pas një shishe ujë, më dha Ismeti shishen ujë që të pisi shko shumë nxehtë. Edhe kështu që Ismeti me Ram Qekun dhe disa tjerë, se nuk di me emra, se ndoshta mos hin hakt të emra tjerë që s'mund t'i përmendi, kanë shku t'ju bashkangjiten forcat nga Irzniqi atje që kanë pas pikat në krahun Andenan. Edhe kështu që pas një kohë, thëmë një orë diçka, një automet me një shpejtësi shumë madhe kaloi nga Irzniqi të shkon në Irzniq. Dëshmori Maxhun Qekaj së bashku me Bajram Dacin kanë udhëtuar nga një pikë në pikën tjetër, do të thotë pa pushim, që i kontrollojnë ushtarët, japin, që thonë vullnet, edhe kanë ardhur, do të thotë si e keni punën ende e këne, thash komandant, thash të lutem njoftosh, thash ajo makinë që shkoi, thash me një shpejtësi shumë madhe, Ismeti thash i thaj plagosun, tha Ismeti ta kem çusa për në Irzniq. Naser Idrizaj bie dëshmor
lindë dëshmorët e partë të fshatit Kodrali dhe themën du pika tu që kemë qenë Gërdaja. Isha si ushtarë tjerë i barabartë me gjithë ushtarë tjerë, mirë po komandantet kanë lëvizur nga pika në pikë. Edhe do të thotë na kanë lajmëruar komandantet tek pika poshtë që kemë qenë me ushtarë tjerë, që Naseri është nuk na thashë po është i plagosur një herë për momentin që do të thotë nuk na tregoi për me di që është i vrarë abet. Mirë po ma vonë kuptuam që Naseri është mbet i vrarë. Ka qenë një njeri shumë i mirë, i qetë, i dashur, i respektuar për shoqëri dhe për gjithë. Me gjitha vlerat e mira që i takojnë një njeriut. Naseri na ka dhënë kurajo dhe na ka dhënë vullnet që mos trembemi, të jemi të guximshëm në luftime, mos frigohem, s'kem çfarë frigohem, jemi duke mbrojtur atë dhem, jemi do thotë të mbrojtur tokat tona, të luftu për vendin ton, edhe të kemi vullnetin e plot për këtë vend që të luftojmë. Edhe kemi qenë gjithë me moral të plot për mbrojtjen e këtij vendi. Arsenali i policisë dhe ushtrisë serbe është drejtuar në anën tonë. Mirë po, edhe gati i tërë luftarët e Irznisit kanë marrë pjesë në këtë betejë, ku ka pasur edhe të plagosur, por edhe të vramë. Gjithashtu, i vramë ka mbet edhe luftëtari Naseri Drizaj i Kodralis, zbashku me komandantin Maxhun Çekaj, në anën e Kodralis. Unë ka ora 11-12 i natës, me nëzjemi të rjek në anën e kundër që kemi qenë, edhe kër kum rria të përkolluki aty, kum dëgju se komandanti është i vramë. Prandaj komandantin normal jemi shkuar edhe kemi varros, ka qenë një plagos, do me thonë i dekun, do me thonë e ka marrë plumi, edhe në një situatë me jatë të vështirë e kemi varros. Do me thonë duke gjujt raketa, duke gjujt një situatë shumë e vështirë. Do me thonë, kur i qiqin raketat, krejt vorët u zdreqin. Do me thonë, ka qenë një situatë aty e kemi varros, do me thonë, atër s'kem pas, me nëzje kemi marrë një derë dhe ja kemi vu për Sipri dhe kemi mblue. Gjatë të rekjes, unë ato kanë qenë me siguri, unë Bajram Dacik, do me thonë, Zaves Komandati edhe tjere kanë të rjekë, po unë nuk e di kush ka qenë që ka mujtë me të rjekë. Gjatë atje e ku pa të shtëpia Adem Xhimirit ka qenë Naser Idrizaj në Kerr. Do me thonë që e kishin pa të rjekë një Kerr të fale, zbashku me Skënderën e kemi pa ku jemi kry varrimin e Basbaxhon, e kemi pa Skënderën atë janartë Kodralia edhe e kanë marrë edhe me siguri kanë varros edhe Skënderë ato Naser Idrizaj.